Lideri i opozitës izraelite Yair Lapid deklaroi se gjatë luftës së dytë botërore Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që refuzoi të dorëzonte te nazistët e brejnte strehuar në këtë vend. Ai theksoi se pasi thuajse gjithë Europa kishte dorëzuar e brejntë e saj në kthetrat e shfarrosjes, shqiptarët thanë që din të ndajnë të mirët nga e keqja. Besa do të thotë mbash fjalën të jesh një njerit i cili mund të mbështetesh, ne populli hebre e dim që ky koncept mbart një kuptim të thellë, ti përgjigjesh pyetjes nëse Shqipëria mund të besohet që në fakt është testuar në orët tona më të jeta. Në fundin e luftës së dytë botërore, ishte pushtuar nga italianët dhe në 1923-shin, ushtria naziste pushtoi Shqipërinë, dhe gjëja e parë që nazistët kërkuan ishte një listë hebrejsh në vend. Kjo ishte procedura standarde në mbar Europën dhe nuk kishim hasur rezistencë. Babain tim e çuan në Budapest dhe hungarezët ndihmuan për këtë, edhe gjyshin tim, austriakët ndihmuan për këtë, vetëm shqiptarët jo, pasi thuaj se gjithë Europa kishte dorëzuar e brejntë e saj në kthetrat e shfarrosjes, shqiptarët thanë që ne dim t'i ndajmë të mirët nga e keqja, ne kemi besën, tha Lapid në parlamentin vendas.